Në gjykatën e apelit të posaçëm po zhvillohet seanca për ankimimin e masës arrest me burg ndaj kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj. Pas rreth një muaj izolim prej datës 10 shkurt kur u arrestua në zyrë, Veliaj la ambientet e paraburgimit në Durrës dhe u shoqërua nga forcat e policisë për në Tiranë. Seanca po drejtohet nga gjyqtari Engert Pëllumbi, ndërsa kërkoi të merrte pjesë edhe Joshua Roberts, përfaqësuesi i studios ligjore amerikane Kassovitz Benson Torres, e cila po këshillon kryebashkiakun Veliaj, por nuk u lejua të futet. Një ditë më parë, Veliaj tha se do të kërkojë lirinë me argumentin se nuk ka shanse të prish provat apo të largohet nga vendi. Përveç Veliaj, masën e kanë ankimuar edhe 4 nga 6 biznesmenët e akuzuar për korrupsion në këtë çështje. Meriman Palushi, Shkëlqim Fusha, Gentian Sula janë kundër masës detyrim paraqitje, ndërsa biznesmeni Elman Abdule, i cili është i arrestuar, kërkon një masë më të butë se paraburgimi. Veliaj akuzohet për veprat penale korrupsion pasiv dhe pastrim parash të kryera në bashkëpunim me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa, e cila po hetohet në mas detyrim paraqitje edhe për mos deklarim pasurie. Një ditë më parë, ekipi i avokatëve të kryetarit të Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj, së bashku me përfaqësuesin amerikan të studios ligjore që ka punuar edhe për presidentin amerikan Trump, zhvilloi një vizitë në ambientet e paraburgimit në Durrës.